Teorikisht, zoti Rama mund tjetë duke u përpjekur ta shndrojë këtë në një negociat, dhe mendoj që mund tjetë një përpjekje që mund të rezultojë suksesshme, duke patur parasysh që politika jashtë amerikane që prej një viti nuk është më aq shumë ajo që kishim parë parimore, nuk është aq shumë parimore, por është më pragmatiste, ku përmes diplomacisë më shumë flitet për biznes sesa flitet për parime politike, kështu që nuk është çudi që të ecë. Megjithatë, unë mendoj që kryeministri i Shqipërisë pas një periudhe të gjatë tohjeje me administratën e re, pas rënjes jo thjesht rënjes nga pushteti të demokratëve në Shtetet e Bashkuara, por rënjes së një filozofie dhe të një mekanizmi të tërë pasi pushteti në Amerikë nuk është vetëm qeveria. Rama është duke përpjekur që t'i hyjë administratës Trump nga dritarja. Dhe për këtë besoj që qartazi dhe publikisht është duke përdorur influencën e lobit hebre, i cili është një shtet brenda shtetit në Shtetet e Bashkuara dhe ku influenca atyre është jashtëzakonisht e madhe.